Në një vendim të papritur por të pritshëm, gjykata e shkallës së parë në Tiranë shpalli ndarjen zyrtare të çiftit Ilir Meta dhe Monika Kurremadhi pas 28 vitesh bashkëjetesë dhe martesë. Ky vendim i gjykatës ka ardhur pas një seance që u zhvillua rreth orës 10:30, ku ishte i pranishëm vetëm Ilir Meta, i cili ka dalë nga qelia e burgut 313 për të marrë pjesë në seancën gjyqësore. Ai u shoqërua nga avokati i tij, ndërkohë që Monika Kurremadhi zgjodhi të mos merrte pjesë në këtë proces. Gjatë seancës, pas përpjekjeve të njëpasnjëshme për arritjen e një pajtimi dhe pas diskutimeve për mundësinë e një marrëveshje pa shkurorzim, trupa gjykuese vendosi që marrëdhënia martësore e çiftit të shpallej e ndërprer. Ky vendim përfundimtar ka shënuar fundin e një lidhjeje të gjatë dhe të përbashkët për çiftin, që ka qenë gjithashtu i pranishëm në jetën politike të Shqipërisë. Ilir Meta dhe Monika Kurremadhi janë prindër të 3 fëmijëve dhe kanë qenë një ndër çiftet më të njohura të politikës shqiptare, të cilët kanë ndarë jo vetëm jetën e përditshme, por edhe angazhimet e tyre politike. Pasi ka marrë vendimin për ndarjen, dyshja ka kaluar përmes një periudhe të tensionuar, e cila ka përfshirë hetimet ndaj Ilir Metës nga SPAK, që ka përfshirë edhe masën e sigurisë për të, si dhe një hetim për Monika Kurremadhi, e cila gjithashtu është në hetim dhe ka një masë sigurie detyrim paraqitje. Krisjet e para mes çiftit duken se janë intensifikuar pas periudhës së hetimeve dhe pas ardhjes në krye të Partisë së Lirisë nga Ilir Meta, një ngjarje që ka thelluar ndarjen mes tyre. Sipas burimeve të afërta, Ilir Meta ka akuzuar Monika Kurremadhin për nepotizëm dhe për divergjenca të thella në qëndrimet e tyre politike dhe publike.